mbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titujt kryesor. Adriatik Lalla takon në Bruksel kreun e Zyrës Europiane kundër mashtrimit Giovanni Kessler, institucioni i vetëm i Bashkimit Evropian për hetimin e këtyre rasteve. Pas apelit Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës shtohet interesi për aplikimet për komisionet e vettingut, Totozani thotë se nuk ka asgjë për të shqetësuar. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati dhe presidenti Bujar Nishani për të dytën ditë radhazi vjojnë përplasjen për votën në OKB. Ligji i dekriminalizimit ka kapur edhe 6 këshilltar bashkiak. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me vot unanime u ka hequr mandatin. Protesta edhe në Bullgari, qytetarët thonë se duhet ndjekur shembulli i Rumanisë, duke deklaruar se korrupsioni në Sofje është akoma më keq. Krye prokurori Adriatik Lalla, gjatë takimit të zhvilluar në Bruksel me kreun e Zyrës Europiane kundër mashtrimit Giovanni Kessler, e informoi Zyrtarin e Lartë Europian për përpjekjet e autoriteteve shqiptare në luftën kundër korrupsionit dhe masat e reja legjislative për forcimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Për prokurorinë e përgjithshme, lufta kundër korrupsionit është një prej prioriteteve madhore të Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian. Lufta kundër korrupsionit është një prej prioriteteve madhore të Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian. Kështu u shpreh prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla gjatë takimit të zhvilluar në Bruksel me drejtorin e përgjithshëm të Zyrës Europiane e Antimashtrimit pranë Komisionit Evropian, Giovanni Kessler, i cili u informua edhe për përpjekjet e autoriteteve shqiptare në luftën kundër korrupsionit, si dhe me masat e reja legjislative për forcimin e sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Me këtë rast theksoi prokurori i përgjithshëm përvoja e autoriteteve të Brukselit në këtë drejtim do të shërbejë për forcimin e mekanizmave hetimor. Zyra Europiane kundër mashtrimit është organi vetëm i Bashkimit Evropian i mandatuar për të zbuluar, hetuar dhe ndaluar mashtrimin me fondet e Bashkimit Evropian. Kjo zyrë ka një status të pavarur në funksionimin e saj dhe është pjesë e Komisionit Evropian. Drejtori i përgjithshëm i OLAF, Giovanni Kessler, është emëruar në këtë detyrë nga Komisioni Evropian në vitin 2011 për një mandat 7 vjeçar. Nuk ka asnjë shqetësim për aplikimet për komisionet e vettingut në zyrën e dedikuar për reformën në drejtësi tek avokati i popullit. Aplikimet janë rritur ndjeshëm dhe pritet të rriten ende deri në përfundim të afatit që është 9 shkurti. Dhe sipas avokatit të popullit Igli Totozani, ky proces do të përmbyllet me sukses. Aplikimet për komisionet e vettingut janë rritur ndjeshëm dhe sipas avokatit të popullit Igli Totozani, ky proces po shkon drejt përmbylljes me sukses. Interesimi është duke ardhur dhe duke u rritur dhe mund të them dhe shumë. Në këtë moment është një punë e madhe që po bën stafi në mënyrë të vazhdueshme me këta kandidat potencial në mënyrë që ata të përgatisin dosjet e tyre të kandidimit. Gjithashtu mund të them që pikërisht për shkak të këtij fluksi që po vjen çdo ditë duke u rritur, Zyra e Avokatit Popullit është e hapur, unë personalisht, po dhe stafi, jemi këtu nga ora 8:30 në mëngjes deri në orën 8:30 në darkë. Me çfarë po shohim, interesimi që po vjen duke u rritur do ketë vërtet një numër të madh, them, do ketë sukses kjo garë. Kandidatët mund të aplikojnë fizikisht pranë Zyrës Avokatit të Popullit ose mund të aplikojnë elektronikisht, por edhe me postë dhe në ditën në vijim pritet që ky numër të shtohet. Duhet keni paktën 10 vite vjetërsi në punë, keni punuar në fushën e drejtësisë, që është avokat, gjyqtar, prokuror, keni diplomuar. Ka një numër të madh njerëzish që vinë direkt në zyrën tonë, pothuajse kjo zyrë që shihni që është vetëm për reformën drejtësi, gjithë kjo zonë këtu, nuk është asnjëherë vetëm. Punonjësit tanë janë gjithmonë me një person që po kandidon. Pothuajse çdo moment të ditës. Nga ana tjetër ka një numër të madh aplikimesh që bëhen online në sajtin tonë, në webin tonë, në reforma në drejtësi. Pas përfundimit të aplikimeve më 9 shkurt, avokati i popullit ka 7 ditë kohë për të përpiluar listën me kandidatët e përshtatshëm dhe listën me kandidatët e papërshtatshëm, për të nisur më pas operacionin ndërkombëtar të monitorimit. Ndërkombëtarët do të bëjnë përzgjedhjen e tyre dhe më pas lista që do i rikthehet avokatit të popullit do të shkojë në komisionin ad hoc parlamentar për të votuar. Ministri i Drejtësisë Pedrit Vasili ka pritur në një takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri Donald Lu. Gjatë bashkëbisedimit, ambasadori Lu ka garantuar ofrimin e të gjithë mbështetjes së nevojshme dhe ka inkurajuar ministrin Vasili për të qenë sa më aktiv në përfshirjen e tij në reformën e gjyqësor, duke vlerësuar se Ministria e Drejtësisë duhet të jetë një nga arkitektët e kësaj reforme. Ministri Vasili, duke u ndalur në momentet aktuale të reformës, vlerësoi se tashmë ajo ndodhet në një proces mjaft të rëndësishëm, atë të zbatimit, dhe në këtë aspekt evidentoi nevojën e të gjithë aktorëve
që të jenë të shpejtë dhe praktik në një kohë që është kristalizuar ngrehina kryesore, ajo kushtetuese. Rolin e Obdat dhe Euralius, ministri Vasilje cilsoi përcaktues për zgjidhjen e të gjitha atyre rrethanave të lidhura me reformën që do të kërkonin një interpretim. Vasili informoi ambasadorin Lu se Ministria e Drejtësisë përmes ekspertëve të saj po punon për paketën e 27 ligjeve, duke vlerësuar se një pjesë e tyre janë të një rëndësie prioritare. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka shpjeguar sërish votën kundër në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Nga Shkodra, pas takimit me strukturat e Partisë Socialiste, Bushati tha se për votën rreth traktatit të ndalimit të armëve bërthamore ka dhënë sqarim shtërues për deputetin e Partisë Demokratike Topalli, ndërsa presidenti i Republikës i është përgjigjur me shkrim, ashtu siç institucioni të parit të shtetit e kërkonte. Pas kësaj deklarate ka ardhur një reagim me shkrim i presidentit të Republikës, që e cilëson disinformuese deklaratat e ministrit të Jashtëm. Nga Shkodra, numri 1 i diplomacisë shqiptare zgjodhi të përgjigjet presidentit të Republikës, Bujar Nishani, rreth votës që vendi ynë dha kundër për traktatin e eliminimit të armëve bërthamore në Asamblenë e NATO-s, të mbajtur në dhjetor. Ditmir Bushati tha se shkresa që ka presidenti Nishani është një fakt lehtësisht i verifikueshëm, ndërsa është vepruar në përputhje me ligjin ku për çdo veprim është njoftuar kreu i shtetit. Ministria e Jashtme, Shërbimi i Jashtëm ka operuar në përputhje me gjitha rregullat dhe procedurat në fuqi. Sqarimi ynë ka qenë shtërrues, si për shqetësimin e ngritur nga deputetja Topalli, ashtu edhe jemi përgjigjur edhe shkresës presidentit të Republikës. Presidenti ka kërkuar një informacion rrugë shkresore në lidhje me këtë çështje. Ministria e Punëve të Jashtme i është përgjigjur po në rrugë shkresore. Pas kësaj deklarate, presidenti i Republikës ka bërë një tjetër reagim me shkrim, ku shpreh keqardhjen për dizinformimin e ministrit të Jashtëm, ndërsa shton se shkresa ka mbërritur dhe është regjistruar nga Garda e Republikës para ditën e 7 shkurtit. Por menjëherë pas kësaj, Ministria e Jashtme ka publikuar përgjigje dërguar me shkrim presidencës, me shpjegim për votën e Shqipërisë në OKB, që mban datën 3 shkurt 2017. Ligji i dekriminalizimit ka kapur edhe 6 këshilltar bashkiak pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me vot unanime u ka hequr mandatin. Të zgjedhurit vendor rezultonin me të shkuar kriminale dhe me probleme në formularin e vetdeklarimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka hequr mandatin 6 të zgjedhurve në këshillat bashkiak për shkak të ligjit të dekriminalizimit dhe mangësive në formularët e vetdeklarimit. Mandati i hoq Gani Idës, antar i Këshillit Bashkiak Elbasan, Robert Dajanit, antar i Këshillit Bashkiak të Maqësisë së Madhe, Rok Rokut, antar i Këshillit Bashkiak në Lezhë, Zia Memës në Rogozhin, Muarem Shkjaut në Shkodër dhe Tomor Përenjasit, antar i Këshillit Bashkiak në Malish. Vendimi u shtyp për Bib Kolajn, antar i Këshillit Bashkiak në Puk, i cili në vitin 2004 ishte dënuar për vrasje dhe kanosje, por më vonë ishte lënë i lirë. Ju keni përpara një vendim gjykatës. Ne nuk mund ta dyshojmë, nuk ka fare debat në komision nëse lidhje me këtë çështje. Çështja sot do në gjykatën e lartë. Tu nuk është se po ju ridënojmë, as po bëjmë të detyrueshëm apo dënimet përkatëse që ju keni marrë në vimësi. Këtu bëhet vetëm diskutimi nëse ju keni kapacitetet e nevojshme të kërkuara për të vazhduar funksionin tuaj publik ose jo. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për rastin antarit të Këshillit Bashkiak të Pukës vendosi të kërkojë informacion shtesë përpara se të marrë vendimin. Deputetët e Partisë Demokratike deri në protestën e 18 shkurtit do të braktisin komisionit parlamentare për të përqendruar në zonat e tyre elektorale. Burimet i thanë ora njëse në mbledhjen e grupit parlamentar, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka kërkuar deputetëve angazhim maksimal për të organizuar dhe mbledhur sa më shumë qytetarë në bulevard para kryeministrisë në mesditën e 18 shkurtit. Nga bojkoti përjashtohen vetëm deputetët pjesë e komisioneve hetimor, të cilët do të jenë prezent në mbledhje. Vet Basha në kuadër protestës ka nisur një tur takimesh me qytetarë dhe strukturat në Tiranë dhe rrethe gjithashtu. 8 muaj pas shfaqjes së dermatozës nodulare, misioni BUM zbulon se kompensimi banorëve që kanë humbur lopët nga kjo sëmundje apo që vazhdojnë të kenë të infektuara nuk ka ndodhur ende. Veterineri në fshatin Rapës të Lushnjës thotë se ekziston dhe mundësia e tregtimit të qumshit dhe mishit të lopëve të infektuara, megjithë alarmin se ato nuk duhen konsumuar. Ministria e Bujqësisë pranon se për të eliminuar dermatozën duhen asgjësuar dhe lopët e infektuara, por deri tani nuk ka ndodhur as kompensimi dhe as asgjësimi. Me rritjen e temperaturave, sëmundja e dermatozës nodulare mund të rikthehet në vend.
Emisioni Bum udhëtoi në fshatin Rrapës të Lushnjës, ku konstatoi se 10 ragjet vijojnë të kenë simptomat e kësaj sëmundje, edhe pse ajo shfaq në verën e vitit të shkuar. Tani ka filluar kjo t'i bje lëkura copa dhe këtena barku dhe na kramë tanë, gjokëshin e ka gjunga, nuk je pas qumë që gjë. Shteti e beri ata që ngordu lopa, se po t'ishe ber vaksina, s'kishte ngordu lopa. Ja, shiko që Elbi Lopës, gjdo cepe e lëkurës saj, po i bje gjithë, po i kalbi dhe po i bje. Të dorëzuar përballë varfërisë, fermerët janë të detyruar ta shesin atë pak qumësh që marrin nga lopët e sëmura, fakt ky i pranuar edhe nga veterineri i zonës. Si e kontrolloni ju këtë qumësh? Po tani unë zë vetëm me çdo familje fshatari dhe vetë të ruaj se unë i diet jem sa nuk e di sa banor ka gjithë komuna, që jem una në çdo shtëpi tyre kur mirën ata lopët. Ministria e Bujqësisë pranon se për të frenuar përhapjen e dermatozës, duhet të asgjësohen të gjitha lopët me shenja klinike të sëmundjes, por ende nuk ka marrë asnjë masë konkrete. Domethënë nuk mund të mbahet më një kafshë e cila ka shenjat klinike të sëmundjes. Ideja e kompensimit është hedhur gjysh nga tetori. Tani duhet të bëhet një tjetër kërkesë, nuk është gjithmonë dhe aq e thjeshtë për të kompensuar. Mirë do ishte, po të them edhe një herë që të shkatërroheshin gjithë kafshët që janë të prekura nga dermatoza. Ndërsa ende nuk është bërë kompensimi i 1954 lopëve të ngordura, në pa del një tjetër problem që pranohet nga ministria, ai kompensimit të lopëve të infektuara me dermatozën nodulare. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi takime me banorë të Kamzës lidhur me protestën e 18 shkurtit. Ai bisedoi me ta për gjendjen dhe vështirësitë e mëdha ekonomike që sipas tij kalon shumica e zonës së Kamzës për shkak të papunësisë dhe të bregtisjes së tyre nga shteti. Basha ftoi qytetarët në protestë për të larguar qeverinë që sipas tij është e korruptuar. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në kuadër të protestës së 18 shkurtit u ndal në një seri takimesh me banorë të Bashkisë së Kamzës. Basha tha se 18 shkurti do të jetë dita kur qytetarët do të largojnë qeverinë që sipas tij është e korruptuar dhe ka zhytur vendin në varfëri, ndaj bëri thirrje shqiptarëve të bashkohen në shesh. Kundër kësaj qeverie, kundër kësaj bande që shtyn qytetarët drejt emigracionit, drejt dëshpërimit, drejt vetvrasjes, dhe të japim Shqipërisë zgjedhje të lira të ndershme dhe një qeveri për qytetarët. Kryetari i Partisë Demokratike vizitoi dhe familjen e Shyqyri Durishtit, e cila jetonte prej më shumë se 6 muajsh në errësirë, për shkak se nuk arrinin të paguanin faturat. Njësoj si 5.000 familje tjera të Kamzës janë hequr nga lista ndihmës ekonomike. Janë hequr nga lista ndihmës ekonomike si 10 mijëra familje sot anë mban Shqipërisë, të cilët nuk arrin të paguajnë bukën e fëmijëve, nuk arrin të paguajnë dritën, energjinë, për të pas dritë për fëmijët e tyre. Para banorëve të Kamzës, Basha shpalosi dhe programin social të Partisë Demokratike, nesër në qeveri. Nuk do të lër asnjë familje pa bukë, pa ujë, pa drita. Shteti ka të gjitha mundësitë të shpërndaj burimet financiare. Ne kemi evidencën e plotë të gjitha familjeve në nevojë ekonomike, të cilët nuk marrin ndihmën ekonomike. Kemi një evidencë plotë të dëmeve të shkaktuara nga kjo keqeverisje nga juguveri. Partia Demokratike, tha Basha, është vendosur të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe t'i kthejë pushtetin qytetarëve. Ministri i Brendshëm Samir Tahiri vijoi nga Burreli fushatën për dorëzimin e armëve pa leje. Tahiri u bëri thirrje të rinjve të ndjekin modele të shëndetshme, larg dhunës dhe të mos qëndrojnë indiferent para këtij fenomeni. Përmes rrëfimit të një nëne që humbi të birin si pasojë plumbave të armës, Ministri i Brendshëm Samir Tahiri bëri thirrje qytetarëve për dorëzimin vullnetar të tyre. Jam një nanë e përvlume e djegur në maksimum. Në 97 nga këto artë të mallkuara me vrand djalin. Çdo armë është një vdekje. Nga Burreli, Ministri Samir Tahiri u apeloi gjimnazistëve të mos kenë model këngëtar që i bëjnë thirrje dhunës apo përdorimit të armëve dhe të reagojnë ndaj çdo postimi që apelon për dhunë në rrjetet sociale. Unë nuk di sa për jush e vënë re dhe sa për jush marrin iniciativën dhe t'i thonë shokut apo shoqes që kjo nuk duhet. Unë nuk di sa për jush e quajnë dhe problem këtë. Unë nuk di sa për jush e mendojnë që duhet përpiqemi të gjithë bashk për ndaluar një të keqe të vogël që mund duket e tillë në atë moment, po që nesër kthehet në një problem jo pak për klasën, për pallatin, për lagjen, për komunitetin, e megjithatë për familjen e vetë njeriut.
Ligji i miratuar në parlament ka 30 prillin afatin përfundimtar për dorëzimin vullnetar të armëve pa leje. Tiranës po i shtojnë ndjeshëm të ardhurat nga parkimet me pagesë. Për këtë arsye, Bashkia e Kryeqytetit ka vendosur që këto të ardhurat i shfrytëzojë për blerjen e pemëve të pyllit orbital. Gjatë analizës së Tirana Parking, kryetari Veliaj tha se vetëm në qendër me ndërtimin e disa parkimeve nën toksor, Tiranës i shtohen 2000 parkime të reja. Nga java e ardhshme, pagesa për parkimin do të bëhet përmes celularit. Nga java e ardhshme, drejtuesit e mjeteve do të paguajnë tarifën e parkimit përmes një aplikacioni online. Kështu u shpreh kryetari i Bashkisë Erion Veliaj gjatë analizës vjetore të Agjencisë Tirana Parking. Ne duke filluar nga ky muaj, do të mundsojmë që çdo qytetar i Tiranës të ketë mundësi ta paguajë me celularin e vet, edhe të ketë mundësi që të paguajë parkingun për aq orë sa do të qëndrojë, vetëm duke çuar një numër të targës tek numri i bashkisë 50500, i cili është i aksesueshëm nga të gjithë operatorët, dhe vetëm duke çuar numrin e targës tek 50500-a, do të kesh mundur të paguash parkingun për një orë. Veliaj njoftoi se parkimi nën toksor në sheshin Skënderbej do të jetë me pagesë dhe paratë e tij do të përdoren për të blerë pemët e pyllit orbital. Çdo qindark që do të vijë nga parkimet e Tiranës do të shkojë për të blerë pemë për pyllin orbital. Kjo do të thotë që çdo qytetar që po paguan parkimin, në thelb nuk po paguan parkimin, por është duke blerë një pemë që ne ta mbjellim për të dhe për fëmijët e tij në Tiranë. Në parkimin nën toksor të sheshit Skënderbej është llogaritur të parkohen 300 makina, pasi ai do të hapet në datën 14 mars. Bullgarët kanë dalë në mbrojtje të fqinjëve të tyre rumun duke protestuar në solidaritet me protestën e tyre kundër qeverisë dhe korrupsionit qeveritar. Qindra njerëz kanë demonstruar përpara ambasadës rumune në Sofje, ku kanë kërkuar që edhe Bullgaria të ndjekë shembullin e Rumanisë, pasi sipas tyre gjendja e korrupsionit në Bullgari është më keq se në Rumani. Rreth 200 protestues u mblodhen përpara ambasadës rumune në Sofje për të shprehur solidaritet me protestuesit antiqeveritar në Rumani. Protesta erdhi pasi qeveria rumune amnistoi të gjithë zyrtarët e dënuar për korrupsion me miratimin e një dekreti të njëjtën e 2 janarit. Ky vendim zemëroi popullin rumun dhe solli protestat më të mëdha në vend që prej vitit 1989, kur regjimi komunist i Ceaușescu-t u shem. Në Sofje, qytetarët me flamuj në duar bën thirrje për drejtësi dhe rezistencë, duke kërkuar që edhe Bullgaria të ndjekë shembullin e fqinjëve të tyre rumun në luftën kundër korrupsionit. Protestuesit thanë se Bullgaria ishte përtej rumanisë në luftën kundër korrupsionit. Protestat në Rumani kanë surprizuar shumë nga vendet në zhvillim, ose ato të quajtura të ishlindjes, ku shoqëritë janë të dobta dhe të pafuqishme përballë pushtetive autoritar në rritje. Para të rreqjes së vendimit nga qeveria, 9 fuqitë perëndimore, përfshirë Gjermaninë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thanë se dekreti mund të dëmtonte marrëdhëniet e Rumanisë me Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Deklaratat shpesh të pabazuara në fakte të presidentit amerikan Donald Trump kundër medias kanë bërë që të reagojë shoqata e gazetarëve të Gjermanisë DJV. Kjo shoqatë bëri thirrje për rezistencë kundër fenomenit që e quajti Trumpifikim, ose të ndryshe publikimin e të pavërtetave ose gjysmë të vërtetave nga presidenti amerikan. Gjithçka erdhi pas deklaratës së Trump se mediat nuk kanë raportuar shumë sulme terroriste në Europë dhe më gjerë. Shoqata e gazetarëve të Gjermanisë DJV i bëri thirrje të martën shtypit që të sfidoj publikimin e gjysmë të vërtetave dhe të pavërtetave të presidentit amerikan Donald Trump. Të hënën, Trump akuzoi mediat se kanë injoruar sulmet e militantëve islamik në Europë. Kreu i Shtëpisë së Bardhë, i cili ka vendosur luftën kundër Shtetit Islamik në prioritetet e presidencës së tij, nuk specifikoi se cilat sulme nuk janë raportuar dhe cilat media i kanë injoruar ato. Madje ai nuk dha asnjë detaj për pretendimet e tij. Më pas, Shtëpia e Bardhë publikoi listën me 78 sulme në mbar botën nga shtatori 2014-s në dhjetor të 2016-s. Në listë ishin të përfshirë edhe 6 sulme të ndodhura në Gjermani, të cilat kanë pasur të gjitha mbulimin mediatik. Das Problem ist tatsächlich, dass immer wieder Unwahrheiten. Donald Trump ndonjëherë ngjan një karakteri komik me të njëjtin emër. Problemi është efikasiteti me cilin ai krijon të pavërtetat ose gjysmë të vërtetat publike dhe më
pas vepron si të ishte diçka e ditur nga të gjithë. Por kushdo që shikon me vëmendje listën, e cila tashmë është publikuar edhe në Gjermani, e kupton që këtu ka një nonsens. Për shembull, sulmi i Berlinit ndodhet në listë, por ai sulm është raportuar dhe mbuluar nga mediat. U shpreh kreu shoqatës së gazetarëve gjerman, Frank Ueberall. Por presidenti amerikan në listë ka vendosur edhe sulmet në Nicë dhe Paris të Francës, të cilat kanë pasur një mbulim masiv mediatik. Ueberall, i cili ka komentuar taktikat e Trump ndaj lirisë së shprehjes si ekuivalenti në një makinë lëvizëse në trafikun që vjen përballë, tha se shtypi ka një përgjegjësi për të shkuar kundër pazarllëqeve me shtypin e lirë. Ai shtoi se në Europë po ndodh fenomeni trumpifikimit dhe veçanërisht në Gjermani, e cila ndodhet në prag të zgjedhjeve. Ndaj kjo çështje sipas tij duhet të diskutohet për të përcaktuar se çfarë është dhe çfarë nuk është e rëndësishme. Si pasojë një shpërtimi kamikaz të ekzekutuar pranë Gjykatës Supreme të Afganistanit, janë shënuar deri më tani 19 viktima dhe 41 të plagosur, teksa autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë e përkesimit të bilancit aktual. Në bazë të dhënave zyrtare, agresori mësohet se ka aktivizuar lëndën shpërthyese në parkingun e këtij institucioni në një kohë kur personeli po përgatitet të largohen nga vendi i punës. Të paktën 19 persona kanë humbur jetën, ndërkohë që 41 të tjerë kanë mbetur të plagosur në Kabul pasi një kamikaz aktivizoi një sasi eksplozivi në Gjykatën Supreme të Afganistanit. Agresori mësohet ta ketë kryer shpërthimin në parkingun e këtij institucioni gjatë kohës që personeli po largohej nga vendi i punës. Përveç të pranishmëve, shpërthimi i fuqishëm tronditi edhe personat që ndodheshin jashtë parkingut, ku mes të plagosurve përfshihen fëmijë dhe gra. Ende nuk dihet se kush mund të qëndrojë pas këtij sulmi, por zakonisht shpërthime të tilla janë kryer nga talibanët. Në vendngjarje mbërritën menjëherë forca të shumta sigurie. Ata rrethuan menjëherë zonën, ndërkohë që të plagosurit u dërguan në ambiente spitalore për të marrë trajtimin e nevojshëm shëndetësor. Në prononcimet e tyre për gazetarët, mjekët janë shprehur se shumë prej të mbjetuarve kanë marrë plagë të rënda, ndaj gjendja e tyre do të monitorohet me kujdes. Nisur nga këto rrethana, zyrtarët e spitalit nuk kanë përjashtuar as mundësinë e përkeqësimit të bilancit të viktimave. Ky është sulmi i dytë që regjistrohet brenda një muaji mbi institucionet shtetërore. Në sulmin e parë që u regjistrua pranë selisë së parlamentit, 30 persona humbën jetën dhe 80 të tjerë mbetën të plagosur. Autorsia e tij u mor përsipër nga grupi i talibanëve. Shtyrja e fatit në 31 maj për rivlerësimin e pasurisë me taksën 2% dhe jo 15% nga qeveria, sipas ministrit financave Arben Ahmetaj, vjen si një domosdoshmëri. Sipas tij, zyra e regjistrimit përballon një fluks 70 deri në 80 aplikime në ditë dhe interesi vjen të jetë i lartë. Deri tani kanë përfituar 27.000 familje dhe sipas Ahmetajt, $156 milion kanë shkuar në xhepat e qytetarëve nga ulja e taksës. 27.000 familje që kanë përfituar nga ulja e taksës nga 15 në 2% për rivlerësimin e pasurive, kanë fituar në xhepat e tyre $156 milion. Këto të dhëna bëhen publike nga Ministri i Financave Arben Ahmetaj, gjatë vizitës që zhvilloi me kryeregjistruesin Ilirian Muho në sportelin e zyrës së regjistrimit të administruar nga Adisa. Sipas ministrit Ahmetaj, vetëm diferenca e vlerës së rivlerësimit pasurisë është $1 miliard plus. Qytetarët kanë përfituar një kursim nga një pagesë shumë e ulët takse për $156 milion dhe kanë përfituar një vlerë të formalizuar, një pasuri të rivlerësuar në diferencë, vetëm diferenca $1 miliard, ka 70 dhe në 80 aplikime të shërbyera në ditë. Për këto arsye të përmendura nga ministri Ahmetaj, qeveria ka miratuar projekt ligjin për të shtyrë afatin e rivlerësimit të pasurisë së paluajtshme deri në 31 maj 2017, ndërsa ajo ka kaluar në Kuvendin e Shqipërisë për të marrë firmën përfundimtare. Opozita ka lëshuar akuza për përqendrim të projekteve të investimit në turizëm në jug nga qeveria duke haruar veriun. Drejtori ekzekutiv i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Benet Beci prezantoi projektet e kësaj uhaje si dhe ato të parashikuara për veriun. Debatet u zhvilluan në Komisionin Parlamentar të Veprimtarisë Prodhuese, ku antarët kaluan huan €63 milion të dhënë nga Bersh për Beratin. €63 milion është financimi i Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim për projektet urbane dhe turistike në zonat e Beratit,
Gjirokastrës dhe Sarandës. Projekt ligji për miratimin e kësaj marrëveshje huaje u miratuar nga Komisioni Veprimtarisë Prodhuese. Kodrejtori ekzekutiv i Fondit Kombëtar të Zhvillimit Benet Beci shpjegoi se 13% e vlerës do të shkojë për studime dhe projektime, ndërsa pjesa tjetër për investim. Deputetët e opozitës shprehen pak kënaqësi për fokusimin e investimeve në jug, duke neglizhuar turizmin në veri. Edhe gjeografik, pasi edhe veriu i Shqipërisë ka padyshim ka objektet e saj apo atraksionet e saj turistike dhe historike. Po vazhdon të mbetet i varfër, sepse ka varfëri politika zhvillimi, qoftë në infrastrukturë, qoftë në nxitje të asaj të turizmit. Koncepti i projektit në këtë rast është koncepti i krijimit të një zinxhiri turistik. Do thotë një lidhje integrale të një itinerari që qëndron në vetvete si i tillë. Dhe kjo është arsyeja pse është kap ky si rreth i lëvizjes turistike që e maksimizon interesin turistik në zinxhirin e qyteteve. Ne kemi projekte të tjera që po bëjmë në pjesën e veriut. Drejtori ekzekutiv Benet Beci shpjegoi se menjëherë pas miratimit të marrëveshjes, projektet e para që do të nisin janë rikonstruksioni i rrugës së këmbësorëve dhe automobilistike, Muzaktopia në Kalan e Beratit, ndriçimi i rrugëve në qendër të Gjirokastrës dhe rrugëve rreth kalas së këtij qyteti, si edhe restaurimi i shkallareve dhe shëtitores së Sarandës. Bashkitë e reja do t'jenë përgjegjëse për shmangjen e përmbytjeve dhe garantimin e ujitjes dhe kullimit të tokave buqësore. Për t'ju ardhur në ndihmë, qeveria ka vënë në shërbim të drejtuesve vendor një flotë prej 61 ekskavatorësh si investim për buqësinë. Nga porti i Durrësit, ku ishte vendosur flota e re, kryeministri Rama tha se ky investim i e fund një problemi të mbartur për më shumë se një dekadë. Kreu i qeverisë Edi Rama nga Durrësi garantoi fermerët në gjithë vendin se brenda vitit në çdo parcel do të ketë ujë për vaditje si dhe do të mirëmbahen në mënyrë të vazhdueshme kanalet ujitës dhe kullues. Kjo fal flotës së re të 61 makinerive që do të menaxhohen nga bashkitë e reja të vendit. Bashkitë e reja me këto mjete të krijojnë bërthamën e ndërmarrjeve të pastrimit dhe të mirëmbajtjes sistematike të kanaleve të ujitjes dhe të kullimit, që të mos kemi më jo mijëra kilometra, po as një metër kanal ujitës dhe kullues të bllokuar, të bëjnë të mundur. Kemi një kapacitet pastrus nga Tropoja deri në Konispol, kudo ku ka një familje fermere që jeton me tokën. Sipas kreut të qeverisë, investimi në sektorin e bujqësisë vjen pas më shumë se një dekade dhe jo vetëm që do t'i vinë në ndihmë prodhimit vendas, por do të shmange dhe përmbytjet në vend. Vetëm në 2016 tha Rama janë hequr nga kanalet që duhet çonin ujë në tokat bujqësore plot 3.5 milion metër kub dhera. Vjojnë në ditën e 4 kërkimet për gjetjen e 3 minatorëve kinesë të bllokuar në nivelin e 21 të minierës së kromit në Bulqiz prej mesditës së të shtunës. Grupet e kërkim shpëtimit po përparojnë me vështirësi për shkak se në thellësitë nën tokës ka rrjedhje gazi hidrogjenit të herpashershme. Jashtë kamere, ekspertë avari shpëtimit pohojnë se mundësitë që 3 minatorët kinesë të jenë gjallë janë shumë të pakta. Ndërkohë, nga shpërtimi i gazit të shtunën në rreth 2100 metra thellësi në nën tokë u plagosën dhe 3 minatorë të tjerë me shtetësi kineze, të cilët po trajtohen për frakturat në të gjithë trupin në spitalin e Bulqizës. 500 kg kanabis janë sekuestruar nga policia e Durrësit në 3 zona të ndryshme të qarkut. Sipas bluve, droga ishte destinuar për tregun vendas dhe 5 të arrestuarit po e transportonin në mënyrë të mirë koordinuar për t'ia fshehur policisë. 500 kg kanabis janë sekuestruar gjatë operacionit të policisë së Durrësit 3, finalizimit të cilit solli arrestimin e 5 personave. Sipas bluve, në datën 6 shkurt, janë zbuluar njëkohësisht 3 raste të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Në vendin e quajtur Kthesa Ariut në Kull, fshatin Hasan, Fushkrujës dhe 4 rrugët Shiak, ku gjatë kontrollit u ushtruar në mjetet tip Fiat, mjetin tip Audi dhe në një Benz, u gjetën dhe sekuestruan në total rreth 500 kg lëndë narkotike dyshuar kanabis. Sipas policisë bëhet fjalë për të njëjtin grup kriminal, që synonte ta tregtonte lëndë narkotike në tregun e brendshëm, dhe në momentin që do kryej transporti, policia vuri në zbatim operacionin, duke e konkluduar në shkatrimin e bandës. Në pranga përfunduan Adem Laze, 47 vjeç nga Xhavzotaj, Elisar Barashima, 29 vjeç banues në Kurçaj të Fushkrujës, Mustafa Sala, banues në Fushkruj, Gjon Syziu, 23 vjeç banues në Mirdit, 23 vjeçari Tanush Rica, banues në Rëshen,
Gjithashtu është shpallur në kërkim shtetasi me iniciale TD, 29 vjeç, banues në Xhavzotaj të Durrësit. Sa kaq policia bllokoi në cilësinë e provës materiale krahas lëndës narkotike dhe 3 mjetet, 12 telefona celular që grupi kriminal përdorte, ndërsa po punohet për kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet. Trajneri i kombëtares shqiptare Gianni De Biasi u vlerësua nga shteti italian me urdhrin e yllit të kalorësisë. Në një ceremoni ku merrnin pjesë figurat të sportit, artit dhe politikës, tekniku Kuqezi u shpreh emocionuar, duke shtuar se duhet të ketë gjithnjë më shumë ura lidhëse mes Shqipërisë dhe Italisë. Shteti italian ka vlerësuar trajnerin e skuadrës tonë përfaqësuese Gianni De Biasi në një ceremoni të organizuar enkas për këtë rast në rezidencën e ambasadës italiane në Tiranë dhe ku merrnin pjesë figurat e njohura të sportit, artit dhe politikës. Ambasadori Alberto Cutillo i dorëzoi De Biasit urdhrin e yllit të kalorësisë, i cili u akordua nga presidenti i Republikës së Italisë Sergio Mattarella. Prima di noi, prima della politica. De Biasi arriti që përpara nesh, pra përpara politikës, ta dërgonte Shqipërinë në Europë dhe mendoj se kjo është e mjaftueshme për ta nderuar me këtë titull. Më pas e mori fjalën tekniku i përfaqësueses shqiptare, i cili theksoi se është e rëndësishme të ndërtohen ura mes dy vendeve, me shpresën që Shqipëria të vazhdojë të rritet sa më shumë. Io sono molto contento, sono molto anche. Jam i nderuar dhe emocionuar, ndihem vërtet krenar për këtë çmim. Mendoj se është e rëndësishme të krijojmë ura mes dy vendeve që ndodhen shumë afër. Gjithashtu shpresoj që Shqipëria të rritet sa më shumë, sepse mendoj që ky vend është në rrugën e duhur. Ndërkohë që kryeministri Edi Rama vlerësoi maksimalisht punën e De Biasit, duke shtuar se ndihet i nderuar që ndan një misi të ngushtë me trajnerin Kuqezi. Come un grande onore. Për mua personalisht është një nder që kam mik jo vetëm një trajner të madh, por edhe një njeri të madh si Gianni De Biasi. Ndoshta është hera e parë në histori ku mund të themi se Shqipëria ka një trajner më të mirë se Italia. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, u shpreh ndër të tjera se ky vlerësim duhet të shërbejë si stimul për të ardhmen. Unë uroj që ky titull ta motivojë edhe trajnerin për të dhënë maksimumin, edhe gjithë ekipin. Urdhri i yllit të kalorësisë vlerësohet si çmimi i dytë në Itali për garancia dhe i jepet të gjithë shtetasve italianë që kanë shfaqur vlera tek këtij vendi jashtë kufive të Italisë.